Përshëndetje, dhe jemi pas në këtë hapësirë informative në kuadër të ftuarit të ditës, ku me mua është drejtoresha e drejtorisë të bimëve në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Valbete Buça. Faleminderit shumë Sonja Valbete që jeni me mua. Ndërkohë edhe zoti Agim Agolli, përgjegjës në Autoriteti Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Faleminderit shumë. Do nisim me zonjën Buça duke folur për bimët, siç edhe kuptohet nga tematikat e të ftuarit që ne kemi ditën e sotme, si qëndron situata e bimëve në Shqipëri, ka prodhimtari të lartë? Patjetër që ka prodhimtari të lartë. Ne kemi një klimë shumë të favorshme për prodhimet shqiptare. Përveç prodhimeve dhe kontrollet nga institucionet tona janë çdo ditë në terren. Gjithashtu dhe ne si politik bërje për të pasur produkte në sasi, por ajo që është më rëndësishme dhe në cilësi. Në këtë periudhë që neve flasim, cilat janë bimët që po kultivohen më shumë në vendin tonë? Një ndër bimët që mund të vlem për të përmendur është dhe lule shtrydhja, që e kemi dëgjuar dhe shpesh në media dhe për të qartësuar edhe konsumatorin shqiptar që prodhimet shqiptare janë në kontroll, janë të sigurta dhe me cilësi. Qartë, zoti Agolli, për të ndalur edhe tek ju besoj që jeni më të fokusuar në terren dhe shikoni nga afër punën e fermerëve, çfarë prodhojnë fermerët tanë dhe sa të sigurta janë këto bimë? Tani është periudha që është në treg lule shtrydhja, domate, speci, që janë prodhime të vendit, edhe siç tha zonja Valete, është klima e vendit tonë dhe ambientet e mbrojtura në cilat prodhohet e bën Shqipërinë një vend konkurrues për këto produkte në Evropë dhe më gjerë. Ju jeni të fokusuar, siç e thatë ju, Shqipëria edhe prodhon, por edhe eksporton. Çfarë eksportojmë më shumë ne? Dhe çfarë marrim nga importi? Tregtia e lirë e bën si eksportin dhe importin. Ne eksportojmë në këtë periudhë kryesisht domate, spec, lule shtrydhe, është në përfundim sallata, lagra për sallatë dhe kultura të tjera, por siç eksportojmë dhe importojmë, se kjo është pjesë e tregtisë së lirë. Qartë. Zonja Buça, për të ndalur edhe tek ju në këtë periudhë kam përshtypjen që është periudha më ngarkuar e vitit për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. A keni përgatitur një plan mastash kundrejt fermerëve në mënyrë që të ketë një marrëvajtje sa më të mirë të këtyre bimëve në kultivimin që ata i bëjnë? Patjetër, Ministria e Bujqësisë çdo ditë është me fokus të veçantë, pra bashkë me institucionet e varësisë. Ne nga në fillim të këtij viti kemi ngritur dhe një task force pikërisht për të shqyrtuar çdo rast, pra për alertet që kemi dhe çdo gjë është nën kontroll. Duke qenë se, siç e tham, lule shtrydhja është në sezonin e vet, ne kemi intensifikuar kontrollet, por jo vetëm kontrollet, sepse një shumë e rëndësishme është dhe ndërgjegjësimi i fermerëve, pra sidomos për përdorimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve në fermë. Dhe vetëm për muajin mars, nëpërmjet ekstensionistëve tanë, kemi bërë takime, fushata ndërgjegjësimi në mbi 3200 fermerë të kontaktuar. Gjithashtu, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë është në subjekte tregtuese të produkteve për mbrojtjen e bimëve, duke i kontrolluar. Gjithashtu, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë është në monitorim të përditshëm në fermë për të pasur një mbarvajtje sa më të mirë në funksion të sigurisë ushqimore. Qartë. Mund të vazhdoni këtë? Jo, mund të dhe shfrytëzoj rastin dhe ju falenderoj për ftesën për të bërë një thirrje të gjithë fermerëve për të drejtuar dhe për të marrë të gjithë informacionin e nevojshme pranë webit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Çdo produkt i lejuar i përdorimit të PMB-ve është i aksesueshëm për të gjithë konsumatorët, për të gjithë fermerët në linkun në adresën e Ministrisë së Bujqësisë. Gjithashtu, dua të theksoj që të gjithë etiketat ku merret i gjithë
informacioni nevojshëm, pra sa lejohet, sa është periudha e karencës, apo ne e quajmë periudha e sigurisë, nga momenti që trajtohet një kulturë deri në nxjerrjen e tij në treg. Pra i kemi të gjithë të publikuara etiketat në gjuhën shqipe dhe të aksesueshëm në çdo moment. Gjithashtu informoj se Ministria e Bujqësisë nëpërmjet politikave të saj çdo produkt i mbrojtjes së bimëve që aktualisht është në tregun shqiptar është i regjistruar në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Dhe sa herë që ka ndryshime të lëndëve vepruese në Bashkimin Evropian, ne i transponojmë, mund të themi dhe në kohë reale, me legislacionin ton. Qartë, në kuadër të informimit që ju sapo thatë, a ka subvencionime sa i përket pesticideve për fermerët, në mënyrë që ata të përfitojnë ndoshta edhe me një ndihmës nga Ministria? Në fakt, skema mbështetëse, Ministria e Bujqësisë ka çdo vit për fermerët, ka skema të ndryshme, kemi skema për naftën, apo një skemë shumë e rëndësishme që Ministria e Bujqësisë në vitet e fundit e ka, është edhe certifikimi që mbështet pra të gjithë fermerët për certifikimin me Global Gap. Sepse kur flasim që një fermer ka certifikim Global Gap, automatikisht dhe përdorimi i produkteve për mbrojtjen e bimëve është brenda etiketës dhe brenda legjislacionit në fuqi. Një tjetër hap shumë i rëndësishëm që Ministria e Bujqësisë ka ndërmarrë vitet e fundit është dhe pajisja e të gjithë fermerëve me regjistrin e përdorimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve, që do të thotë çdo fermer duhet të regjistrojnë çdo spërkatje që bëjnë kulturës së tyre, datën ku e ka marrë, pra për të pasur një gjurmëshmëri sa më të mirë edhe nga institucionet që ne kemi në terren dhe në fermë për t'i monitoruar. Qartë, Zoti Agolli, ajo që më shohet më shumë pak në çdo familje shqiptare, më shumë cilësisë së produktit, sa të sigurta dhe cilësore janë produktet shqiptare, nga ajo që ju keni vendituar. Produktet që prodhohen nga fermeri shqiptar janë produkte të mira, mund të them shumë të mira. Dhe eksporti bëhet kryesisht në vendet e BE-së, në vendet e rajonit por nuk duhet të harrojmë edhe këtë tjetrin që midis gjithës kësaj sasie që prodhohet për eksport ose për brenda vendit, mund të ketë edhe fermerët pa ndërgjegjshëm, të cilët nuk i zbatojnë tamam rregullat që parashikohen për përdorimin e PMB-ve në fermë. Domthonë nuk zbatojnë etiketën, nuk shikojnë etiketën e përdorimit ose e bëjnë nga qëllime të tjera. Po këta janë një pakicë, ndërsa prodhimi që tregtohet e që prodhon fermeri shqiptar është i mirë, i konsumueshëm dhe cilësor. Qartë, zonja Buça, për të fokusuar përsëri tek ju, është mërshuar shumë paktën edhe nga kryeministri, nga ministrja, sa i takon markës shqiptare të prodhimit të gjërat, një markë që do të ketë vendin e saj në Evropë kudo që eksportohet. Kjo markë si ka shkuar në Evropë, si është shpritur? Atëre, faleminderit edhe për pyetjen, duke qenë se dhe kultura e luleshtrydhes ishte objekti këtij bisedimi, unë dua të them që vetëm në 2025, pra vetëm për këto 3 muaj të fillimit të vitit, kemi eksportuar 1285 ton luleshtrydhe, që përkthehen në ngarkesa 652 ngarkesa. E them këtë sasi dhe këtë numrin e ngarkesave për faktin që nuk kemi asnjë ngarkesë të kthyer mbrapsht për produkt jo të sigurt, pra ose me mbetje të pesticidesh. Do të thotë që produktet tona konkurrojnë treget europiane dhe më gjerë. Qartë, Zoti Agolli, sa i takon produkteve shqiptare, ju e thatë që janë të sigurta, janë të mirë certifikuara, ka dhe persona që abuzojnë, siç e thatë dhe ju dhe bëtë thjerrjen që të përdorin pesticidet në mënyrën e duhur, por si mund të informohen, si mund të shkohet ky mesazh dhe përçohet përmes këtyre fermerëve në mënyrë që situata të pakëndshme, duke qenë se dhe marka shqiptare po promovojmë në Evropë me produktet tona, të mos e dëmtojmë në një farë mënyre. Autoriteti kombëtar i veterinariasë dhe mbrojtjes së bimëve, me specialistët e vet në terren, gjithmonë është pranë fermerit. Gjithashtu edhe shërbimi këshillimor ose arrebet, siç i themi në gjuhën e përditshme, edhe ata janë në kontakt gjithmonë me fermerin, duke ja bërë të qartë që këto janë rregullat për përdorimin e pesticideve. Këto duhet të zbatoni. Në rast të kundër, penalizoni veten dhe uni cilësinë e reputacionin e prodhimit tuaj.
ne gjithmonë i vëmë theksin mbajtjes së regjistrit të përdorimit të bëjmeve në fermë, sepse në bazë të saj ne sigurojmë mbyllëmshmërinë. Deri tani është bërë një punë shumë e mirë, kemi qenë shumë të ngarkuar, sidomos gjatë periudhës së dhjetorit, janar, shkurt dhe tani, dhe vazhdon puna me këto. Edhe ky takim që po bëjmë këtu neve sot, është në pjesën e ndërgjegjësimit të fermerit, dhe të fermerit, po edhe të popullsisë, që të kenë besim të prodhimet e vendit, sepse janë cilësore, janë pambetje, pavarësisht se ndonjëherë mund të ketë. Po kudo është kjo? Siç e thatë juve pak më parë, nuk ka pyll pa dera. Do ketë nga ata që të shkelin. Detyra e shtetit është të ti kontrollojë e t'i verë para përgjegjësisë. Zonja Buça, nuk e di nëse ka një produkt me të cilin Shqipëria identifikohet në mënyrë që t'i mëshohet më shumë këtij lloji produkti dhe promovimi të bëhet përmes saj. Atëherë, Shqipëria nuk ka vetëm një produkt që mund të cilësohet. Shqipëria ka për çdo sezon të prodhimeve ka produktet. Neve kemi produkte që eksportojmë, kemi speca, kemi domate, pra perimet, po kemi dhe fruta, kemi dhe bimedicinale në sasi shumë të mëdha. Pra, jemi të bekuar nga shumëllojshmëria, pra nuk mund të identifikojmë me një produkt të veçantë. Aktualisht, sezoni, siç e tha edhe kolegu, është sezoni i luleshtrydheve, ne për këtë kemi intensifikuar kontrollet, por ajo që kemi bërë, kemi intensifikuar dhe kontrollet në ngarkesat që na vijnë nga importi. Me bërjen e analizave, kemi shtuar numrin e analizave dhe për të marrë masat në kohën e duhur. Zotja Agulli, flitet shpesh sikur bujqësia është lënë pas dore të paktën nga fermerët, duke qenë se thuhet që të rinjt largohet, nuk ka kush punon tokën, por ju jeni në terren dhe e shikoni, duke marrë si referencë edhe numrin e lartë të këtyre produkteve që ne eksportojmë, me të cilat i përmendi edhe zonja Buça, prodhohet shumë në Shqipëri dhe janë shtuar sipërfaqes e tokës së punuar? Drejt e prekni problemin, si në çdo fushë, edhe në bujqësi ka ndikim kjo sepse i mëshojnë emigracionin. Por prodhimin në Shqipëri po rritet. Unë do t'jap një shifër për 3 vitet e fundit. Më 2023-shin kemi patur 18.700 ngarkesa për eksport. Më 2024-ën vajti 22.000 për eksport dhe duke krahasuar periudhën e tanishme 3 mujore, është rritur numri i eksporteve, do në ngarkesave që eksportohen. Kjo tregon që prodhimi nuk ka rënë, prodhimi është në rritje, të rritet për një vit, 3.000 ngarkesa për eksport është goxha e madhe. Gjithashtu është rritur edhe pesha e ngarkesave për atë, edhe sasia e prodhimit që eksportohet. Kurse vlerat diskutohet, ato varen sipas çmimeve të konjunkturave të atë. Megjithatë, edhe ato janë rritur. Me që jemi te luleshtrydhja, mund të them që më përpara kafaraj nuk ishte shumë i dëgjuar. Kurse tani sa të përmendesh luleshtrydhe të vetë mendja në kafaraj, sepse është zona që bën prodhimin më të madh të luleshtrydhes. Ose divjaka, po të shikosh, mbillet 3 edhe prodhimi. Ke bostanoret, po ke karotën, ke gjitha ato kultura që ashtu. Një mesazh për fermerët, duke shfrytzuar edhe fuqinë e ekranit? Fermerët duhet të kenë parasysh që të jenë të ndërgjegjësojnë për veten e tyre, të prodhonin prodhimin sa më të mirë, të përdorin pesticidet sa më drejt, në mënyrë që të mbrojnë veten e tyre dhe të rritin fitimet e tyre. Qartë, zonja Buça, duke qenë se ju jeni dhe drejtoresh pra Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, cili është synimi juaj sa i përket bimëve, me atë drejtori që ju mbuloni? Synimi është që ne, siç jemi edhe në periudhë me Bashkimin Evropian, që të parafrojmë gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian. Aktualisht neve kemi miratuar në Këshill të Ministrave dhe ndodhet në Parlament për të shqyrtuar një ligj shumë të rëndësishëm që është ligji i shëndetit të bimëve. Se duke pasur një ligj të shëndetit, duke pasur një bimë
të shëndetshme, automatikisht kemi dhe ullje të përdorimit të produkteve të mbrojtjes së bimëve. Dhe kur kemi ullje të përdorimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve, automatikisht kemi një produkt të sigurt për konsumatorët. Zonja Buça, zotja Golli, faleminderit shumë që ishte me mua dhe ndartë të bisedë së bashku. Faleminderit. Faleminderit juve.